Përshëndetje shenja shigjetarit, kjo është panorama e interpretimit javor. Java për ju fillon me kartën Peshqit, që është energjia e rrjedhës, mundësive dhe bollokut. Mund të ndjeni se disa gjëra që kanë qenë të bllokuara fillojnë të lëvizin më lirshëm, ose se po hapen mundësi që ndoshta nuk i kishit konsideruar më parë. Kjo kartë lidhet shpesh me financat, por edhe me lirinë personale dhe aftësinë për të zgjedhur rrugën tuaj. Peshqit ju kujton se kufijt më të mëdhenj ndonjëherë janë ata që i vendosim vetes. Hëna sjell një javë me intuit të fortë dhe ndjeshmëri të lartë emocionale. Mund të vini re se po kapni më lehtë atmosferën e situatave, ose që po kuptoni gjëra që nuk shprehen drejt për drejt. Në të njëjtën kohë do të thoja se hëna mund të rrisë pasiguritë ose pyetjet e brendshme. Hëna ju këshillon të dëgjoni intuitën, por pa humbur kontaktin me realitetin. Mali tregon një pengesë, vonesë ose sfidë që kërkon durim. Diçka mund të mos ecë me ritmin që dëshironi dhe kjo mund të krijojë ndjesinë e ngadalësimit. Megjithatë, mali nuk është një kartë ndalese, por këmbguljeje. Mali ju kujton se disa fitore kanë vlerë pikërisht sepse kërkojnë kohë dhe përpjekje. Qeni sjell energjinë e besimit, qeni sjell energjinë e mbështetjes dhe besnikërisë. Një mik, një partner, ose një person i afërt me ju mund të jetë një burim force gjatë kësaj jave. Kjo kartë sugjeron se nuk keni nevojë t'i mbani të gjitha barrët vetëm. Ndonjëherë ndihma më e madhe mund të vijë nga dikush që thjesht zgjedh të qëndrojë pranë jush, edhe nëse nuk fiton asgjë në këmbim. Fshesa flet për sqarime, pastrim dhe biseda që nuk mund të shtyhen më. Mund të lindë nevoja për të adresuar një keqkuptim, një tension ose një çështje që mund të ketë mbetur pezull. Edhe pse disa diskutime mund të jenë të sikletshme, ato kanë potencialin të sjellin lehtësim dhe qartësi. Fshesa largon atë që nuk ju shërben më. Kopshti zgjeron horizontin e javës suaj përmes njerëzve dhe ndërveprimeve sociale. Mund të ketë takime, ftesa, kontakte ose mundësi që vijnë përmes një grupi njerëzish. Kopshti është një kartë që ju nxit të mos izoloheni, sepse disa përgjigje ose mundësi mund të vinë nga jashtë rrethit tuaj të zakonshëm. Kopshti është një energji e hapur dhe dinamike. Mint tregojnë se diçka po ju konsumon gradualisht energjinë, po ju konsumon kohën dhe qetësinë mendore. Mund të jetë një shqetësim i vogël që po zgjatet e stërzgjatet më shumë se ç'duhet, ose mund të jetë një situatë që ju lodh në heshtje. Kjo kartë nuk flet për katastrofa, por për nevojën për të identifikuar atë që po ju shtëron energjinë dhe për ta adresuar para se të bëhet më e madhe. Sfida e javës për ju është karta komunikoni. Pra, sfida e javës është të shprehni qartë atë që mendoni dhe ndjeni, edhe nëse një bisedë duket e vështirë ose e pakëndshme. Heshtja mund të zgjasë paqartësinë, ndërsa një komunikim i sinqert mund të hapë rrugën për zgjidhje dhe mirëkuptim. Bekimi i javës për ju është karta shenjë toke.
Nëse kjo kartë përfaqëson një person në jetën tuaj që mund të jetë në shenjë ose ascendent, dem, virgjëresh ose bricjap, atëherë ky person mund të luajë rol pozitiv në jetën tuaj gjatë kësaj jave. Pra, ky person mund të sjellë stabilitet, këshilla praktike ose mbështetje konkrete në një moment kur keni nevojë për më shumë siguri. Por bekimi për ju mund të vijë edhe përmes stabilitetit ekonomik, pra një mundësie financiare ose një zgjidhjeje praktike që mund të sjellë lehtësim. Ndërsa në nivel energjie, unë do të thoja se kjo kartë ju bekon me aftësinë për të qëndruar me këmbë në tokë. Në Prism Oracle kemi kartën lëvizje. Pavarësisht pengesave ose vonesave që tregohen nga karta e malit, Prism Oracle konfirmon se asgjë nuk është e ngrirë, pra gjërat po ecin përpara. Edhe nëse ritmi nuk është aq i shpejt sa do të dëshironit. Lëvizja ju kujton se progresi nuk matet vetëm me shpejtësinë, por edhe me drejtimin e duhur. Pra, kjo javë ju kërkon durim, komunikim dhe besim në proces. Ndërsa disa pengesa fillojnë gradualisht të humbasin fuqinë e tyre. Mbështetja e njerëzve të duhur dhe gatishmëria për të sqaruar atë që ju shqetëson, unë do të thoja se mund të hapin rrugën drejt përparimit. Nëse unë do t'i jepja një titull kësaj panorame për ju, do të ishte: jo çdo vonesë është pengesë. Disa rrugë kërkojnë kohë për t'ju çuar aty ku duhet. Paçi.